Erdhe Landi. Prezentojmë dy makinat e reja sa po na kanë ardhur. Kemi këto dy makinat e reja të markës Dongfeng Forthing, modelin S7 dhe modelin legjendar më të mirë të Forthing, Friday. Modeli Friday prej vitesh e keni në rrugët e Shqipërisë, qoftë taksi, qoftë makina me qera, qoftë makina individuale. Këto dy modele për herë të parë, prodhim të gushtit, fillim gushtit 2025, janë të versionit R-EV me një karikim plus benzin, bëjnë 1250 km. Nuk duhet ta ngatrojmë sepse është shumë e rëndësishme, makinat nuk quhen hibrid. Makinat janë full electric dhe me një karikim bëjnë 250 km. Po për të ndihmuar shoferat, është vendosur një generator i cili karikon bateri dhe nuk ke nevojë të ndalohesh nëpër pika karikimit ose aty ku nuk ka pika karikimit për të karikuar bateritë. Do të thotë me 40 litra benzin që zë një karburator plot, makina mund të bëj 1250 km. Ose e thënë ndryshe, me 40 litra benzin mund të shkoni dhe të vini 2 herë në Saran nga Tirana. Modelet janë full, kanë çdo gjë, janë smart drive intelligent, janë me çdo pajisje. Mund të them, duke qenë se kemi edhe markën tjetër byt, mund të them se pa problem shkojnë kokë në kokë, ju mund vini, t'i shikoni, t'i provoni pranë showroomit, mund të bëni një test drive, garancia është 5 vite, 150.000 km dhe për blerësin e parë, bateria ka garanci të përjetshme. Kjo është e ardhmja e makinave elektrike dhe ju sugjeroj të kaloni pranë showroomit ton për të parë nga afër këto modele, për t'i testuar dhe pse jo për t'i blerë. Ju mirëpresim.